Bëhet protesta e radhës të cilën e ka organizuar OVL-UÇK-ja, janë bërë gjitha përgatitit me që janë pak ditë që në ndajnë nga protesta. Po është e vërtet, kjo është protesta kate që e mbajna dhe gjitha përgatitit e kemi bërë dhe unë jam në Francë për momentin, kam rri sot në Francë, kështu që ne ditën e diel me 16 nëntor në ora 13 do të fillon protesta para Këshillit të Evropës në Strasburg. Cilat janë pritjet, zotri Gucati, për pjesëmarrje, për mbështetje dhe kësaj radhe? Unë do të besoj shumë dhe shpresoj me njerëz që kemi kontaktuar dhe kemi biseduar dhe me Këshillin organizativ në shtete ndryshme, në Gjermani, në Francë, në Zvicër, Suedi apo Itali, gjitha vendet, presim një numër i konsiderueshëm të 6.000 vetë që të bashkangjiten në protestën e nesërme, të dielën, vërtet. Pra janë shqiptar nga vendet të ndryshme të Evropës që do vinë në përkrajet kësaj proteste? Po, janë mërgjimtar nga gjitha viset shqiptare, Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Molezi, Preshevë, Medvegje, Bujanovë, kështu që janë shqiptar gjitha viset troje shqiptare, po që punojnë në shtetet ndryshme të Evropës. Do thotë, janë shqiptar, është edhe njës për parë, morin pjesë nga Anglia, 2 autobusa që vinë, janë mërgjimtar të hasit të Shqipërisë. A është përkujdesur kësaj radhe OVL-UÇK-ja dhe për pjesën e transportit, apo e gjithashtë organizuar në mënyrë vullnetare nga vetë mërgjimtarët? Radhë me thonë, ne nuk kemi pas kësjo mundësi që të organizohë për transport, po kanë bërë rezervime shumë nga Kosova, sidomos nga Shqipëria dhe Shkupi, qytetarë të Kosovës që do të atërojnë nesër në Francë edhe në Zvicër, edhe në Gjermani një pjesë, kështu që ne nuk kemi mujtë për në transport këtë protest, po në Gjermani kanë bërë transport edhe në Zvicër, edhe në Angli kanë bërë transport që të tutojnë me autobusa që të vinë drejt për Strasburg. Zotri Gucati, ka pasur protesta edhe në Prishtinë, edhe në Hagë, edhe në Tiranë, me gjithat kësaj radhe pra do mbajt në Strasburg. Çka do e veçoj protestën e kësaj here? E veçanta kësaj proteste kësaj here është që ne do t'ju dërgojmë letër 280 deputetëve të Parlamentit të Evropës që do t'ju dërgojmë atyre që kolegët e tyre të mëhershëm që kanë gabuar, që kanë bërë një rezolutë ndaj ushtrisë së Kosovës dhe qytetarët e Kosovës. Ushtria që dorë Kosovës është e popullit, ka lind nga populli dhe ka prektojnë nga populli. Kjo është e veçanta dhe veçanta e dytë është ne që do të protestojmë këtu para Këshillit të Evropës dhe të dërgojmë Evropës dhe eurodeputetëve që një njeri i çmendur si Dick Marty, i cili i bindi apo i mbashtroi deputetët që ta bëjnë një rezolutë kundër ushtrisë së Kosovës që ka qenë turpi më i madh në historinë, që s'mbahet mend deri më sot se votohet një rezolutë vetëm për një etni, vetëm për një pjesë të kombit. Se në Kosovë jetojnë shumë qytetarë të ndryshëm dhe gjykata gjithmonë janë gjykata për qytetarët, jo vetëm për një etni. Edhe këtu ka arritur që Dick Marty që mashtroi eurodeputetët e Evropës dhe Gjoja ushtria shqiptare e Kosovës ka bërë krime dhe ka bërë shkelje të konventës ndërkombëtare për luftën që kemi bërë. Ne e dim kush është kriminalet, ne e dim kush ka bërë krime në Kosovë. Krime në Kosovë kanë bërë ushtria, paramilitarët, forcat çetnike serbe në krye me Miloševićin. Kështu që ne do ta ngrisim zërin ditën e dielë pikërisht për këtë arsye që letra që do t'i dërgojmë 280 deputetëve do të jenë vërejtjet tona që janë nga njerëz më eminent në Kosovë. Unë duhet t'i falenderoj Arsim Bajramin, duhet t'i falenderoj për PM Grutin dhe shumë tjerë jurista që na kanë ndihmuar, që kanë gjetë vërejtjen gjykatën speciale dhe ne do t'i dërgojmë këto letra Parlamentit të Evropës. Zotri Gucati, sa vlerësoni se përgjithsisht viti 2025 ka qenë një farforme i suksesshëm sa i përket organizimeve të tilla,